një kohë, edhe mos t'ishte kohë që ndryshmëria tyre. Per Evropian të i kështë pas Mitrovicën e ndomës në Darjan. Jo. Dhe ata njerëz janë vrarë për çato kauz. Për cilën kauz? Për çato sepse neve na kanë marrë dokumentat që janë të rrezikshme. Dhe ato kush i ka pri pikërisht zoti Thaçi me njerëz. Çka i ka pri Tjerë ka pri qytetin e proceseve. Zoti Thaçi ka pri procesit për me shpoll Kosovën shtet pa orë dhe sovran. Po ja ka ndihmu kush e ka qit më mbolen Arben Xheladinin plot 33-ja. Kush e ka qit në rrugë? Ty, kush ka qit në rrugë? Kush ka qit në rrugë? Sepse mu kanë kujtu njerëz që mu kanë vrarë në luftë, orë zotëri. Kush ka qit ty? Asnjë pak, ma pak se pavarësia e Kosovës. Kush ka qit ty në rrugë? Ka qit vedia jam qytetare që ata njerëz janë të shkuar në mënyrë të gabuar. Mas kuj na e konte në atë rrugë? Në atë rrugë jem konë, për mu... Kush t'ka pri? Për mu pak ka pasë rëndësi. Po që po ta zbërtej. Proceset jem konë t'gabume. Edhe ti edhe shumë njëre se do në këtynë. Qështë gabume kena shpoll Kosovën shtet, e ka shpoll Kosovën shtet, me 17 shkurt, 2008, bashk me qëtë njerëz të mirë t'i veni. E në shesh të Prishtines, ty edhe plët tjerë, i ka qit Albin Kurti. I ka qit Albin Kurti të thonë, hajde një dollëm shesh se s'ka mu shpoll pavarësia. Hajde dollëm shesh se s'bëm me pos negociata me Serbinë. Na s'bëm me fol me Serbinë. E janë dollë qytetarët e Republikës të Kosovës, janë dollë edhe njerëz që kanë kontribun këtë vend. Që janë konë luftë pjesë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, njerëz që e kanë ndoshtë këtë vend se i kanë besu Albin Kurtit. Janë dollë në përsheshet Prishtinës edhe gjithandej Kosovës, kanë gjugur, janë shku në burg, e kollë që janë vrarë që është rasti më mbolit edhe Arben Xheladinin për cilët kam respekt maksimal, kam respekt për familjet e tyne, po pyetja është, ç'është njihet prindët e tyne, ç'është njihen familjarët e tyne, kur sot pavarësia u ardh, kauza rrajshme, masi u bo kryeministër, masi u bo kryeministër Albin Kurti, jo, ato kanë pengu, masi u bo kryeministër Albin Kurti, Leçi ka nol negociatat me Vučićin e me Serbi. Po i ka vazhdu në Bruxelles noher. Qëti pomjet kushtrim, thuj regjistet ja qëtë pomjet drenurit, edhe tash, për shfar kauze po flosëm. Po fiton se rezultati propagandës të vazhdueshme. Se propaganda ty t'ka gjithë në rrugë, jo çfarë parime, qysh parim, kundër dialogut me Serbinë, tap kryeministër duhet në dialog me Serbinë noher. Çfarë parimi po flet? Nuk është e njëjta. Po ne pajtona nëse thu konsistencë të vazhdueshme me kundërshtu gjithçka që ndërton këtë shtet. E ka kundërshtu bisedimet e Vjenës, e ka kundërshtu shpollën e pavarësisë të Kosovës, i ka kundërshtu institucionet krejt që tu as ta ka njoft as të njoft dhe ju bo kryeministër.